Kush jeton në fshat dhe zotron tokë bujqësore mund të shlyejë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të papaguara pa kamate vonesa apo penalitete. Detyrimi dhjetor për ata që banojnë në zonat fushore është 38.400 lekë, ndërsa për ata në zonat malore 29.400 lekë në vit. Falja e kamate vonesave dhe gjobave vjen si pasojë e ligjit përfshirë në detyrimeve të papaguara në tatime, dogana dhe pushteti vendor, të miratuar fundvitin e shkuar. Ai përfshin periudhën nga 1 janari 2015 deri në 31 dhjetor 2024. Kjo me kushtin që kontributi plot të paguhet brenda datës së 31 dhjetor 2026. Kjo nisme u jep mundësi fermerëve që prej vitesh kanë detyrime të akumuluara të mbyllin ato pa kosto shtesë, duke paguar vetëm shumën e kontributeve sipas masës së përcaktuar. Autoritetet bëjnë apel që fermerët të përfitojnë nga kjo mundësi brenda afatit ligjor në mënyrë që të sigurojnë vjemësinë e përfitimeve nga skema e sigurimeve shoqërore, përfshirë të drejtën e pensionit dhe mbrojtjen shëndetësore.